Republika Srpska će donijeti odluku o nezavisnom statusu. I ne možemo da živimo u Bosni i Hercegovini. Ja sam Srbin. Ja više volim Srbiju nego Bosni i Hercegovinu. Bosni i Hercegovina je moje radno mjesto, ništa više. Le t'i shohim pak të gjitha fytyrat e njeriu që sërish po trazon ujërat në Ballkan, Milorad Dodik. Kto janë kufijtë e Republika Srpska, entiteti veçantë brenda Bosnjë-Hercegovinës të përcaktuara me marrëveshjen e Daytonit. Kjo marrëveshje e vitit 1995, si kompromis për ta ndalur gjakderdhjen në Bosnjë-Hercegovinë, e ndau shtetin në dy njësi, Federata e Bosnjë-Hercegovinës, ku jetojnë muslimanë dhe kroatë, si dhe Republika Srpska, entitet brenda shtetit për serbët e Bosnës që kishte nisur si bashkimi i komunave me shumicë serbe. Por kjo baraspeshje, e cila për 30 vjet e mbajti Bosnjë-Hercegovinën të brisht, por funksionale, po rrezikohet sërish. Dhe kjo fal Dodikut, presidentit e Republika Srpskës, aktualisht i shpallur në kërkim nga Sarajeva për cënimin e rendit kushtetues pas veprimeve që konsiderohen në kundërshtim me marrëveshjen e Daytonit. Por kush është Milorad Dodik? Dalja e tij në skenë u cilësua si freski nga sekretarja e hershme e SBA-s Madeleine Albright. Shfaqja e tij e moderuar në fillim të karrierës e bënte shumë më të pranueshëm për amerikanët se sa politikanët nacionalistë serb të kohës. Por siç filloi të dalë në pa fytyra tjetër e Dodikut, ashtu filloi të shkrihet për krahja ndërkombëtare ndaj tij. SBA-ja e hoqi nga lista e freskisë dhe vendosi në listën e sanksioneve. A kako misli Amerika da se miješa? A šta misli? Da šalje ovdje na trupe, jel? Ndërsa Dodik kërkoi strehim diku tjetër, në Moskë. Ovo je naš 26. susret, jer Rusija je veoma važna zemlja za Republiku Srpsku. Fitoria e Trumpit në SBA e lekundi pak nga arreshtimi i tij pas Putinit, por shpejt u bë e qartë se nuk dëgjoi strehim as administrata republikane. E kjo nuk ishte lëkundja e vetme në karrierën e tij. Dodik ishte një nga kundërshtarët më të mëdhenj të Radovan Karadžićit, e kërkonte dorëzimin dhe arrestimin e tij. Objavili vijesti da je Radovan Karadžić uhapšen. Mislim da po značajnog dijela ljudi, ako mogu procentima da govorim moje mišljenje, to je preko 90% ljudi, to bi dočekao sa olakšanjem. Ndërsa sot Cijenim i poštujem Radovana Karadžića kao čovjeka koji je imao snagu i karakter. ai madje njihej si një nga serbët e parë i cili e pranoi genocidin në Srebrenicë. Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. Por, duke shpresuar në një amnezi kolektive, tani i përbin fjalët e veta. Nije bio genocid u Srebrenici, Šešelj. Pa qëndrueshmëria e tij politike, po rrezikon qëndrueshmërinë e brisht të mbar Ballkanit. Dodik nuk i fsheh aspiratat e tij për pavarësinë e Republika Srpska. E ka thënë ndër vite se nuk e njeh Bosnjë-Hercegovinën dhe se dëshiron ndarjen, por tashmë ka filluar edhe të veprojë. Në mars të këtij viti, Kuvendi i Republika Srpskës votoi draft kushtetut të re, e cila i jep autonomi më të madhe këtij entiteti, përfshir ushtritë të veten, organe gjyqësore dhe të drejtën për t'u bashkuar konfederatave me shtete të tjera. Natyrisht kjo nuk u prit mirë nga autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë. Sarajeva shpalli fletares për Dodikun për cënimin e rendit kushtetues. Madje tentoi të arrestojë atë në Banja Luka, në një natë të tensionuar ku shmang përplasja e forcave të rendit të Bosnjë-Hercegovinës me ata të Republikës Srpska. Së fundmit Dodik propozoi një zgjidhje unike për situatën në Bosnjë-Hercegovinë. I da je rješenje za Bosnu i Hercegovinu sljedeće. Da muslimani u Bosni i Hercegovini se vrate na svoju pravjeru, pravoslavlje i katolicizam, i onda bi se potvrdilo da je najviše Srba ovdje u Bosni i Hercegovini i onda mi nemamo ništa protiv toga da Bosna bude unitarna, ali bi bila srpska.